Në shkollën profesionale Hamdi Bushati u zhvillua faza e tretë dhe e përfundimtare e provimeve të klasës dual. 25 nxënës tashmë kanë mbrojtur praktikat profesionale përmes gatimeve në biznese. Për drejtuesit e shkollës kjo është një mundësi reale. Ata krahas teorisë aftësohen edhe në praktik. Për ne janë shumë të rëndësishme, për arsye sepse ne shohim punën e gjithë vitit dhe arritjen e kompetencave që gjatë gjithë këtij viti domethënë kanë realizuar nxënësit. Në veçanti sot për dualin ne mund të themi që kemi nxënësit më të mirë, aq më tepër që kuzhina është një drejtim që kërkohet shumë, një profil i dualit, sidomos këtë vit ka qenë ndryshe nga vitet e tjera, dhe sikurse po e shihni, po realizohet në faza të ndryshme, në ditë të ndryshme, në biznese. Ne na ka hap dyert edhe biznesi, gjë që na ka ndihmuar që me pa konkretisht edhe më mirë se si realizojnë këto provime. Ishte kënaqësi ta përfundojmë sot provimet e nivelit ku kemi pasur mentor, ish nxënës i shkollës tonë. Sot e kemi bërë si festë, ne kemi 3 ditë që festojmë, sepse çdo ditë kemi pasur nga 7 nxënës në biznese të ndryshme. Shumica nxënësve duken se zhvillojnë edhe praktikat në biznese gjatë sezonit të shkollor, ato qëndrojnë edhe në pjesën e sezonit të verës në bizneset e tyre ku kanë zhvilluar praktikën profesionale. Programi i klasave duale ishte një risi e vitit shkollor 2024-2025 në vendin tonë. Për nxënësit dhe mësuesit rezultoi pozitiv, sepse krahas teorisë, nxënësit zhvillojnë praktikën, por një pjesë e tyre arritën të punësohen në biznese.